Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Në mesazhin e kësaj mramje, do t'ju tregoj një ngjarje reale që ka ndodhur para pak kohësh në Riyadh të Arabisë Saudite. Një shofer i rrjetit Uber merr një lajmërim për një zotëri i cili ka nevojë për një shërbim. Edhe takohet me zotrin, një burr i moshuar. I thot kam nevojë për shërbimin tënd. I thot patjetër. I thot duhet më çosh në 5 adresa. Por nuk do të më pyesësh për asgjë. Edhe do të jap 2000 rial. 2000 rial sot janë 500 euro. 500 euro për, dhe thënë, ajo është një shumë e madhe. Edhe ky shoferi habitet dhe i thot, hajde urna dhe e kollaj telefon. Pika e parë, ndalen tek një lagje e vjetër, lagje popullore, ku zotnia i moshuar ulet nga makina edhe shkon përpara një shtëpie të vjetër, thujse përdhese. Edhe ndalet aty, edhe sikur mërmërit diçka me veten e tij, sikur flet diçka. Ai thjesht e vëzhgon. Pas pak kthehet në makinë dhe është i përlotur. Ai ka thënë mos më fol, mos më pyet. I thot adresa e dytë pranë një shkolle. Një shkollë e mesme, si thosh tek medreseja. Ndalet aty, hyn mbrëm, ulet tek shkallat, qëndron pak, sikur flet me vete, përlotet, ngrihet edhe largohet. I thot adresa e tretë. Shkon pra një varreze. Dhe ke parasysh në botën arabe nuk janë varrezat, koncepti i varrezave si tek ne. Në çdo lagje ka varrezën e vet. Pak a shumë siç i kemi pas ne në kohën tonë në periudhën e lavdishme osmane. Ku çdo xhami ka pas varrezat e veta. Edhe ne këtu jemi të rrethuar me varreza. Allahu më shëroft krejt që janë të varrosur këtë vend. Ai thotë shkon tek një varr aty, edhe rrin pak më gjatë. Edhe sikur flet me atë personin që është i varrosur aty. Edhe merr edhe jep edhe kthehet në sy të skuqur. Adresa e katërt. Shkon tek një shtëpi edhe më e vjetër se sa shtëpia e parë. Edhe aty ulet edhe prek pragun e derës, prek muret, edhe ky habitet këtë derë edhe këtë shtëpi e don edhe ka një lidhje edhe më shumë se sa me vendet e tjera. Kthehet në makinë, është i përlotur. Dhe i thot tash ti do të më shpihesh tek spitali qendror, spitali i qytetit. Edhe thot, do të më lësh tek dera e urgjencës. Ai habitet, nuk flet asnjë fjalë. Edhe shpihet tek urgjenca. I thot shumë faleminderit për shërbimin tënd. Ja ku i ke 2000 rialet. I thot zotni, po e para kjo është shumë, edhe nuk kam bërë asgjë, kjo nuk është as një shumë simbolike. I thot jo, unë ta kam premtu këtë, edhe po të tregoj tash ti për heshtjen tane se pse të kërkova me unal në këto 5 vende. Ai habitet, i thot urna, i thot si ke emrin ti? I thot Khalid. I thot i dashur Khalid. Unë jam në fund të jetës, edhe jam me kancer, edhe këto janë ditët e mia të fundit të jetës. Edhe mjekët më kanë dhënë maksimumi 1 javë, 2 javë jetë. Edhe nuk kam askënd në botë. Edhe kisha dëshirë që për herë të fundit të shoh krejt shëritjen e jetës sime. Ajo shtëpia e parë tek e cila u ndalëm, është shtëpia ku kam jetuar me gruan time dhe fëmijët e mi. Gruaja më ka vdekur, fëmijët e mi nuk janë më sot këtu. Kanë shku, kanë shte këtu. Thonim kam ngel vetëm. Edhe u ndala dhe pash një jetë që kam jetuar në atë vend. Edhe u përlota. Edhe natyrshëm që përlotet njeriu. Një jetë prej dashur, subhanallahu. Pastaj shkuam tek një shkollë. Është vendi ku unë kam kaluar vitet më të bukura të jetës sime. Aty kam dhënë mësim për rreth 30 vite. Edhe më duk sikur niva gumzhitjen e nxansave dhe pash rinin time. La ilaha illallah. Pastaj shkuam në Varreza. Dhe shkova tek zonja ime. Ajo gru e nderuame,
edhe e respektume, që Allahu Azza wa Jall e bani riskun tim, edhe mund bani riskun e saj. Edhe kemi jetu dhe kemi kalu një jetë të mrekullueshme me njëri tjetrin. Asnjëherë nuk më ka prish qefin. Ka qenë shumë e bindur, ka qenë shumë besimtare. Është largu përpara meje dhe shpresoj që të jetë në xhennet. Pastaj pragu i fundit ishte shtëpia e prindve, shtëpia e fëmis. Subhanallahu, lagja e vjetër. Allah. Edhe duket sikur gjithë secili për ne që veten në këtë rrugtim. Edhe thot aty ishte era e babës, edhe era e nanës, edhe fëminia jeme, edhe lojnat e mia. Mirë po tash jam plak. Edhe stacioni i fundit, spitali. Edhe për korreksinë tane, edhe për bujarin tane, edhe njerëzillëkun tanë, jeku i ke këto 2000 rial, sepse unë nuk kam asgjë tjetër përveç kësaj pasunie, dhe mu nuk më duhet më asgjë. Ky thot zotni, po të lutem, unë nuk i thot jo, mos kam ul, ajo është haku jot, edhe ti i ke halal ato. Edhe largohet. Thot unë i mora të i futa në kroskot, nuk i preka ato pare. Të nesërmen, bleva diçka dhe erdha ta vizitoj. Kërkova se ku e ka vendin filan person, e përshkrova, më thanë filan kët, filan der. Kur hyra më rënd, ai qeshi tha erdhe, i thash erdha. Tha subhanallah, kisha mendu se unë nuk kam as njeri në jetë. Edhe çuditërisht ti që as të njoft as di, bash më i afërt i njeri i jetës. I thot jo zotnia jote po unë. Dhe thënë ne kaluam sa kohë dhe për respekt moshës e tjera tjera. Dhe thot vazhdova t'i shkoj për vizitë çdo ditë. Në më pak se 2 javë ai ndroi jetë, dhe ndroi jetë në durët e mia. Ndroi jetë në durët e mia. Më kishte shtrëngu dorën, edhe teksa i del të shpirti më tha, Khalid, tha beso gjithmonë tek e mira, edhe bën gjithmonë mirë. Edhe thuaj njerëzve, atje jashtë, të kujdesen për njëri tjetrin, e ta duan njëri tjetrin, se kjo jetë është shumë e shkurtë, edhe lumë kush bën mirë, edhe u largu. I perëndoi dielli. Mbaron historia. Ne të dashur, për të kthyer në realitetin ton, edhe përpara filmit ton, në raport me Ramazanin e si vjeçëm, gati jemi në fund të Ramazanit. Iku. Dhe më thanë, para disa ditësh kemi kënë duke urë njëni tjetrin për hajrë me zemër të mirë, shiqyr që na erdhi. Alhamdulillah. Iku. Po ik. Mirë po, ajo çfarë duhet me e pyet veten tonë, edhe ajo çfarë duhet me i kërku vetes tonë duke e pa gjithë secili vetveten në pasqyrën e këtij muaji të mëdhenshëm të Ramazanit, është me kujtu një hadith madh pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili thotë se agjërimi i Ramazanit edhe Kur'anit do të dëshmojnë për njeriu në ditën e gjykimit. Do të bëjnë shefaat për të. Edhe teksa e shohim Ramazanin në prag të perëndimit, a mundemi me e pyetë Ramazanin si vjeçëm që a kemi dëshmuti për mua me të vërtetë? Dhe me thënë, a meritojmë ne na bësh shefaat ky Ramazan në ditën e gjykimit? Ose Kur'ani që e lexojmë me hoxhen edhe me imamët edhe, a meritojmë me na bësh shefaat për këtë Ramazan? A e kemi dhënë hakun si duhet? A kemi kalu kohën sa do pak me Kur'anin gjatë këtyre ditëve? Për të mos e kthyer në një moment dhimbje apo pesimizmi, jemi akoma në kohë dhe kemi mundësi. Edhe kush nuk e ka bërë njët, edhe nuk e ka shfletu akoma Kur'anin, prej sonde me nis, e ka kohën me e bërë dhe një hatme. Pasha Allah, po. Mundet edhe një hatme me e bërë në këtë ditë të ngeluna. Ama thjesht, me pa gjithë secili në pasqyrën e këtij muaji të mëdhenshëm, edhe më lut Allahut Azza wa Jall që me na udhëzoj drejt më të mirës. Me na bë më të mirë, siç muaji i Ramazanit në fakt vjen për të na e bë një shërbim të tillë. Edhe me emrit natën e Kadrit, që në fakt është nata e pozitës më të lartë. E dini, 4 detaje, edhe e përfundoj mesazhin e kësaj mramje. Pse është quajtur nata e Kadrit? Nata e pozitës së lartë. Nata me pozitën edhe gradën më të lartë, prej kretë netëve të vitit, në të cilën Allahu Azza wa Jall i ka zbritur
librin me pozitën më të lartë, pejgamberit me pozitën më të lartë, për ummetin me pozitën më të lartë. Allah. Për nata e Kadrit, dashje pa dashje ka të bëjnë me gjithë secilin prej nesh. Mirë, po pyetja që duhet me ibadetes është, a kemi ne hise në kuptimet reale të natës së Kadrit? A jemi ne njerëz të lartë në përditshmërinë tonë? A jemi njerëz natë Kadri? Për këtë vjen muaji i madhëshëm i Ramazanit, të dashurit e mi, me na bë njerëz të natës së Kadrit, që me u kariku të paktën një herë në vit me mirësinë dhe bekimet e natës së Kadrit, për të vazhduar kështu edhe një vit më përpara, nëse kemi jetë dhe mbarësi. Ju dëshiroj çdo të mirë, edhe lutem që Allah subhanahu wa taala më e pranon nga gjithë secili prej zotnis tuaj, edhe prej nesh bashkarisht, edhe më na udhëzoj drejt më të mirës, edhe më na bë njerëz më të mirë, më fjalë mirë, më zemër mirë, më vepër mirë, më të mirë në marrëdhënie me njëri tjetrin, në kontaktet e përditshme, edhe me nuse një ditë herët avon, dielli jon do të perëndoj. Inshallah përfundon me hajër dhe me të mira. Allahu ju dash, alhamdulillahi rabbil alamin.